Dhe aktiviteti me Kenya West, më ka rënë, kem qenë dhe herë tjetër në një koncert aty, shumë i bukur. Shumë i bukur është. Ne s'kemi problem që po këndon, a këndon bukur ai, s'këndon bukur ai. Ai këndon shumë bukur dhe unë i dëgjoj shpesh këngët e tij. Edhe shumë brezit tim e dëgjoj shpesh. Ne problemin e kemi te 4.2 milion euro që ja morën popullit më të varfër në Europë dhe ja dham një miliarderi që do këndonte 40 minuta, se ju jeni dhe të majt, ju zakonisht merrni paratë nga të pasurit, ja jepni të varfërve. Tani po ja merrni të varfërve dhe po ja jepni këtij që bën miliarda me muzikë. Ja, po ju jap këto të mijat, pastaj më thonin mbase jam un gabim. Sepse dhe problemi i dytë që kemi ne është që është marrë nga fondi i emergjencave. Unë mendoj që për shembull djali i Altin Hilës, i cili spitali i thoshte nuk kemi tub për fëmin tënd, që kushtonte 1 milion lek, mendoj që është më emergjente kjo dhe nuk po marr rastin e Altinit sepse është bërë publik. Po si ai ka pafundësisht njerëz në spitalet e Shqipërisë sot, fëmijët e cilëve nuk po kurohen dot. Dhe është më emergjente kjo se Kenya West, ai fondi i emergjencës, le të shkoj atje te QSUT, ja? Ju e keni dhe atë ministrin tjetër atje. Po ju i keni vendosur ato drejtorat atje. Dhe të shkojnë këto emergjenca për qytetarët. Jo për këtë, se po të them dhe një gjë tjetër. Nuk preket turizmi, me qenë se thaza ato bizneset se turizmi po prishet turizmi. Po mirë, nuk prishet turizmi kur bllokoni Kalani jo atë që keni fik ato bizneset sa herë ka parlament? Sa herë ka parlament për shkak protestës, gjitha bizneset mbyllur. Dhe turistat, jo, pse fare atë mbyllni ju, ata se mbyllin hiç, ata aty duan. Të lutem, do mblesh mbaroj. Jo, e mbyllni atë atje se keni frikë aty koqe vez. Kjo është arsyeja. Një sekond. Keni hallin e vezëve atje dhe i mbyllni biznesin tjetrit. Një sekond. Tani këto turistat që vinë atje për shembull, a nuk janë problem ata? Që nuk e shikojnë dot Kalan se keni ju seancë. A nuk është problem ajo? Jo më ta bëj, ju a bëj juve ose ju folet për turista. Tani e katërta. Keni qenë ju i nderuar që keni thënë jo për gjithësh ajo se ju bashkë i bëni ato tash. Po bashkë i bëni ato. Tani keni qenë ju që keni thënë që nuk pse irritohemi ne. Se ju kanë pyetur dhe keni thënë që ne s'do japim asnjë lek, se fund ditës është një kompani private. Edhe un kam një shok do të bëj një koncert. Ai mbase i hecën mirë. Tash çfarë tym të fondi i emergjencave kam një shok që këndon dhe ai. Marrim 4.2 milion euro tjera dhe për atë se si e caktoni ju, një këngëtar më i mirë, një këngëtar më i keq. Ajo është me gusto. Mu m'pëlqen Kenya West, nuk m'pëlqen një tjetër. Çdo të thotë kjo. Po cilat një sekond. Dakor, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë, ju ka një ligj në Shqipëri që thotë sipas statistikave i këngëtarit mund të jepet, i këngëtarit s'mund të jepet nga fondi rezerv, nuk ekziston kjo. Dhe mos e mbroni këtë se është turp për një vend që ka probleme me shëndetësinë, ka probleme me aktet, me gjërat minimale të shëndetësisë. Dhe çdo cent që mund të rezervohet për diçka tjetër, duhet i shkojë shëndetësisë, jo Kenya West. Dhe mbyllur kjo, prandaj po ju pyes, po, dhe mbyllur kjo, dhe për ta mbyllur, më fal, çka ke valla? Jo, unë po flas tash je ndërhyna. Të lutem ta mbaroj. Po të lutem. Jo, po ndërpret kur bën debatin. Të lutem. Pa mos e këtu, po ti kishit ta qall ju bëni një mbledhje. Më fal, ju bëni mbledhje grupi dhe anulloni gjithë komisionet. Se bëni ju mbledhje grupi këtu, ne kemi pas komision, keni bën mbledhje grupi ju, janë anulluar gjithë komisionet. Tani po mërzitet zoti Maj se do bëni më vonë. Rrini dhe i çik jashtë zyrtar, jashtë orarit zyrtar. Tani, o zotëri, unë të thash fol ti, vjen keq. Mo vjen keq o zotëri, prit ta mbaroj. Po prito ta mbaroj se nuk mbrohet kjo zotëri, po vdesin njerëzit me grip spital, ju merrni fondin e emergjencave, e çoni te Kenya West, vetëm se doni të zhvendosni vëmendjen. Kush ju tha juve që është kundër njeri për dëgjuar muzikë? Le të vinë kush doj, po ç'pun ka shteti shqiptar të japi lek për të ardhur tjetër këtu të këndoj. Ku i keni parë ju këto? Po këto janë çmendurira. Po s'ka nevojë as thjesht as mos thjesht. Ç'nevojë ka ajo? Ju më fal, nëse doni për emergjencë kombëtare, zotëri, keni shtëpiat që akoma s'janë ndërtuar nga tërmeti. Keni emergjencë kombëtare, ju quheni emergjencë Kenya West. Keni në Vor 113 familje zotëri janë akoma pa shtëpi për shkak të tërmetit. Që u keni prish ju. Dhe ju tani vazhdoni thoni për këtë, unë po ju pyes, prandaj ju pyeta, ju si ministër, se nuk keni vetëm ministër, keni qenë në bashki, keni vite që punoni në administrat, keni një eksperiencë, a ju duket sinqerisht normale
për këtë situatë ku është vendi me problematika që kemi ne, që këto para të emergjencave, fondit rezerv, ti shkoj një këngëtari, ti shkoj një aktiviteti, po doni ta quani ju, mua nuk më duket, tash pritojam një pyetje. Një sekond. Janë marrë pra, jo kanë shku te ky, unë s'po them drejtim pa ditur, kanë shkuar te Kenya West. Unë për shkak se e di drejtimin nuk më pëlqen. Po mos ta dija drejtimin do t'y pyesja se në cilin drejtim ka shkuar. Ka shkuar në një po mirë më zotëri që kanë kthyer. Këto që janë kthyer kanë shkuar tek shëndetësia. Se problemin se thatë edhe shpar që po mbushet targa. Problemi nuk është që po mbushet targa, se argën po mbushni mirë ju, se keni rrit taksat e ças keni bër. Ne problemin e kemi te zbrazja e taksa, te zbrazja e buxhetit, te zbrazja e arkës e kemi problemin e. Se arkën po e mbushni, po ku po e zbrazni? Ku po i çoni parat? Se e keni mbushur. Thatë i nderuar për çmimet, më fali sekond, thatë për çmimet që janë kur bëhet një koncert rriten. Është e vërtetë ajo. Ne nuk na habit ajo se këtu ka 5 vjet që janë rrit çmimet. Ne kemi kaluar çmimet e Europës, i keni raportet konkrete ndërkombëtare nga apartamentet jemi me Milanon, vetë ministra juaj ka deklaruar që sot se thatë ju për nuk kemi Hollanda. Ministra juaj thotë që Elbasani po krahasohet me Amsterdamin. Më vjen keq. Kështu që prandaj zoti ministër Zoti ministër, unë po e mbyll me këtë se nuk unë po e mbyll me këtë sepse nuk ka e di që nuk do bim dakord me asnjë vend. Jo, nuk është politik fare të thuash një fakt konkret që një vend që ka këto probleme me shëndetësinë nuk e ka luksin të argjoj këto para për Kenya West. Ju mendoni që ka para për ju, apo s'ka para për popullin? Për qytetarët s'ka para, se për ju ka para sa dush. Për ju ka më shumë para në ark, mos zotëri, po ama rroga nuk rriten. Ka më shumë para në ark, po taksa nuk ulen. Ka më shumë para në ark, po në QSOT nuk blen dot 1 milion lekë tubin për fëmijën e Altina Ilës. Po këtë, po le tani këto. Unë po të pyes seriozisht, unë nuk s'po bëj zhurmë këtu. Unë po të pyes seriozisht. Në rastin konkret, ju prandaj ju thash, ju keni qenë në administratë prej vitesh, nuk ju thash vetëm sot si ministër. Ju thash në gjithë të kohë dhe ju i njihni problematikat e vendit tonë. Nuk është se nuk i njihni. Në fund ditës ju jeni ministër, jeni deputet, keni qenë në administratë atëherë duke i ditë to problematika. Ju duket kjo ishte emergjenca e madhe dhe për turizmin po e mbyll me këtë. I nderuar, për turizmin nuk është problem se do vinte apo s'do vinte Kenya West. Për turizmin është problem fakti që në një muaj vetëm në Sarand janë bërë 3 vrasje, 2 plagosje. Problemi me turizmin në Shqipëri janë çmimet e kripura pa shërbim. Problemi me turizmin në Shqipëri është që pagohet 500 euro nata dhe s'ka ujë në hotele. Problemi në Shqipëri me turizmin është ndotja e ujit. Nuk janë këto. Nuk është protesta problemi me turizmin. A kanë problematika tjera? Po. Po tash o jenë rritje o jenë rënje, se ti kur ti intereson rritesh, kur ti intereson ulesh, vetëm Faleminderit. Unë po e mbyll se mendoj që i thash çka kisha për të. Po sinqerisht do doja një përgjigje nga ju, nëse ju e mendoni që ky fond rezerv duhet ishte përdorur për këtë apo për çështje tjera që janë më emergjente. E du nga ju, jo thjesht si ministër, por e du si një njeri që keni vite që jeni në administratë publike dhe i njihni problemet. A duhet të ishin këto 4.2 milion euro për Kenya West apo për qytetarët që nuk po gjen dot zgjidhjen QSOT? Faleminderit zoti Balliu. Zoti Gonçe, nëse mundeni vetëm 20 sekondë. Jo, se zoti Balliu erdhi pak më vonë dhe nuk na kapi në pjesën e parë. Dhe mua vjen keq se këto janë përgjigje të dhëna. Unë jam këtu për të dhënë shpjegime të qarta dhe për të qenë sa më shtrues dhe bindës, që t'ju garantoj që nga pikpamja e leverdishmërisë ekonomike, e kthimit të këtij investimi, nëse do ta quanim investim, jo të gjithë bini dakord, e kuptoj, për ne është një investim, ishte i paparashikuar, i beft. Nuk prisnim që ne të ndërhynim me këtë mbështetje, e bëm sepse peshuam arsyet, peshuam pasojat, peshuam interesin publik mirë dhe e pam që do ishte e nevojshme që ne ndërhynim për shpëtuar eventin, sepse nga gjitha pikpamjet, sidomos nga ajo që ka të bëjë me një vend i cili është në hapat e tij të para, me ambicien që ka për qenë në vendet e para
në kalendarin global të eventeve. Ne duam të jemi vendi para rajon, ne duam të jemi si për aviacionin dhe si për fluturime dhe si për shumë aspekte tjera, duam të jemi vendi para rajon për ekonominë e eventeve. Ekonomia eksperienciale, ekonomia e shkëmbimit që vjen, është një ekonomi me spond që ai që vjen nga jashtë në Maltë sot që ne flasim paguhen para për spektator. Në Maltë paguhen miliona euro. Në Maltë paguhen miliona euro për evente, për spektator. Do me thënë, sill spektator për filan event, jo si mos krahasojmë në Mesdhe, është një vend që ka bërë boom në turizëm dhe unë nuk po marr Suedi, Norvegji, unë nuk po marr vende të tjera, unë nuk po marr më Londrën dhe New Yorkun dhe të tjerët. Unë po marr vendet që janë në Mesdhe, ku Malta është dhe kjo që kemi bërë ne është një suport i cili bën të mundur që mos humnin para në ekonomi dhe në arkë publike. Nga pikpamja ekonomike të garantoheni parat janë më shumë në arkë nga ky event, nuk janë më pak. Nëse flitet për menaxhimin e tyre, po unë nuk jam këtu për të përgjigjur se për çfarë nevoja tjetër të para mund përdore. Juve se mund të ketë nevoja nga më të ndryshmet, po ditë të them që fondi rezerv nuk është fondi emergjencës, po është fondi rezerv. Fondi rezerv nuk është i vogël, është i konsiderueshëm dhe është atje për shumë nevoja të paparashikuara dhe të menjëhershme, të cilat shteti kur e shet arsyeshme ndërhyn. Tani unë nuk di të them për një tub apo për 2 tuba në një spital. Shumë gabim nëse kjo që thoni ju ka ndodhur dhe shumë gabim nëse kjo nevojë ka mbetur për një tub apo për 1 milion lekë vjetra. Po kjo nuk do me thënë që të hedhim poshtë një aktivitet se ky që ne po mblidhemi sot diskutojmë. Faleminderit, zoti Gonxhe, zoti Ma, ju lutem. Zoti Mala e fjala për Zoja Kushi, fjala për ju se zoti Mala nuk e do. Se s'kan qenë këto probleme, ai ka merr në lek atje për vetë, ai edhe s'ka shtet as i punë shëndetësi. I ka marrë 600 milionë euro, nuk gjetë dot 2 tuba. Po çfarë 1 milion lek tubi po. Po të merrë për çfarë justifikojmë kësaj. Po, një sekundë. Zoja Kushi, fjala për ju, pasi zoti Mala ja u la juve. Po. Zonja kryetare, me qënë se debati për eventin kulturor tashmë u ezaurua dhe dua ta falenderoj shumë ministrin për gjitha shpjegimet që na dha, nuk mund të rri pa përmendur lajmin e mirë të ditës së djeshme, sepse para pak minutash këtu u përmend edhe problemi i ndotjes. Mund ta vazhdojmë më vonë edhe sa ta mbyllim me zotin ministër. Faleminderit. Atëherë, në përfundim të debatit, për shkak se ka dhe një mbledhje në Komisionin e Ligjeve, zoti ministër, unë kam që në orën 10, ora është 12:18 minuta, që u qartësova për 2 momente. U qartësova që për tani unë do mbyll. O zoti Malaj, do ta mbyllu këtë komisionin apo jo? Tani do ta mësosh ti si ta mbyll komisionin? Do të rrim këtu të vazhdojmë dhe një orë tjetër? Po rrim. Tani unë do ta mbyll këtë komisionin. Zoti ministër, nëse tani do t'ju japun leje që të vazhdoni, se nuk jemi han pa porta këtu që thotë Erion Male vazhdoj dhe t'i vazhdon se si jenë komandën e Erion Male i ftuar nga komisioni. Dhe komisioni të vlerëson për prezencën që ke këtu, sepse zoti Mala e mendon se mbledhja mbyllet se vjen si u bën me dorë dhe ti ikën. Nuk është kështu, nuk mbyllet shumë mbledhja. Mbledhja mbyllet kur ne mbarojmë e zaurojmë gjithë diskutimin, më vjen shumë mirë që i mbaruat ju, do i mbarojmë të gjithë, edhe do ta mbaroj dhe unë, kështu që keni durim. Po ç'të bësh, keni durim se janë 4.3 milion euro, po të ishin 430.000 lekë, ndoshta do mbaroni më shpejt. I janë 4.3 milion euro, janë goxha për të marrë kohë neve 2 orë. Se janë që? Tani ju...
Po patjetër do presin siç kemi pritur dhe ne. Kështu që do presin sa ta mbyllin ne sepse ju jeni brenda një mbledhje komisioni. Dhe ne do ta votojmë dhe ju pastaj do ikni. Zoti ministër, qartësisht, dhe këtu e mbyll dhe bëni zhurmë sa doni, po do ta themi, qartësisht akti normativ është antikushtetues, nuk justifikua dot nevojën dhe urgjencën, dhe më vjen keq që pranua atu që nuk keni ndjekur dhe hallkat ligjore të marrjes mendimit Komisionit të Ndihmës Shtetërore sipas ligjeve në fuqi të Republikës Shqipërisë. Ajo që unë vlerësoj faktin që morët përgjegjësi për këtë akt normativ. Dhe uroj që ta mbani të njëjtën përgjegjësi, ja u thash, nuk është kërcënim, është thjesht vënie në dukje të atij që merr përgjegjësi përpara interesit publik, sepse këtu është shkelur interesi publik me të dyja këmbët dhe më vjen shumë keq. Ne do të kemi raste të kemi interpelanca, do të kemi seanca dëgjimore të tjera në komision. Ju falenderoj për prezencën, ju mund të vazhdoni, ne do të vazhdojmë me procesin e votimit. Faleminderit shumë.